Shëroj të thamë edhe diçka. Këta karkalecat e Lloçit, do të thonë si Tom Gashi, plot rrjetet sociale, do ta kuptojnë që historia e njeriut nuk shkruhet në bazë të Facebookut, as në bazë të komente në Facebook. Unë jam njeri arkives. Jeta ime, prej vitit 1979, kur jam burgos në 81-shën, e që i kam udhëz gjitha demonstratat në Perëndim, e që kam qenë vetëm djalë që kam bo emisione në radio televizionet huja, e kam punu në radio televizion suedis, e kam qenë pjesë e Rambujes, e delegacionit, e jom kthy në luft, e jom plagos në luft, e ma kanë vra familjen, e nanën e zhdukur. Unë këtë zorën e trash të Beogradit, që kullon në Prishtinë në Tiranë, unë nuk i konsideroj gjallësat të gjalla. Prandaj nuk merrem unë me ta. Do thonë, do ishte absurditeti më i madh unë me u marr me njerëz të vdekur që ecin sikur gjallë. Këta janë inexistent për mu. Dhe ajo që mu më brengos, për shembull, është xhelozia e disa kolegëve të mi. Jo e këtyne rrugaqve të Facebookit ose rrugaqve të kategorisë të ministrit punëve të brendshme, këtu Xhelal Sveçlës apo Tom Gashit. Jo, kur kolegët e mi kanë ikë prej Kosove, e kur kolegët e tu në Tiranë nuk kanë pas byth disa pjesa dërmuse me u fut në vijën e frontit, ata në vend që me na respektu neve, do me thonë merren me këto matrapazleqe. Kjo është bota shqiptare. Unë jetoj për profesionin e punën time, ndërsa mu më intereson vetëm opinioni i grus time edhe i 4 vajzave të mia. Për mu, si më thanë shqiptarët Skënderbej, si Adem Jashari, si spioni Grekut, i Serbit, për mu është njësoj. Nuk kam kur farë konsiderate absolute për opinionin e rrugaqërisë të Facebookut. Këta rrugaq, këta hiqa, e kanë shoh në mënyrën më të turpshme gjeniun e letrave shqipe Ismail Kadarein. E kanë shoh Dritë Ragollin, e kanë shohin Nën Terezën, e kanë shoh Adem Jasharin, e shohin e Skënderbeun. Kjo rruga. Mu më intereson që pse kombim nuk po e krijon një elit politike intelektuale. A ka shtres që jeton në mjerim më të madh e në poshtrim më të madh se sa gazetarët e Shqipërisë, të Kosovës, të Serbisë, të Maqedonisë, të Malit të Zi dhe të Bosnjës. Po ti nuk e din që kolegët tonë ka 5-6 muaj nuk marrin rroga, po ti nuk e din që kolegët tonë Po ti nuk e din që kolegët tonë në televizionet më të fuqishme marrin rroga qesharake që nuk ju del për higjienën e trupit. Po ti nuk e din që pikrisht kjo gjendje ka prodhu disa gazetar shantazhues, të cilët i shantazhojnë bizneset, sepse edhe bizneset janë të shantazhume prej disa rrjeteve të gazetarëve të cilët shkojnë i thonë ose do m'japsh reklam, ose unë do të zbuloj këte. Pse ndodh kjo? Sepse nuk funksionon ligji, nuk funksionon shteti. Ka Shqipëria e Kosova treg me posti sot në Shqipëri 200-300 radiostacione e televizione lokale e me i post një 800.000 portale? Nuk ka. E shikoje, do thot, këtu jemi fundos ne, gazetarin e kemi kthy në klikime. Çka do të thot kjo? Kjo do të thot që ne nuk prodhojmë gazetari
faktike, gazetari që ka vlerë për informimin e publikut, po o burra e o gra të prodhojmë gazetari pornografike, që kur të baju në diçka të kam klikime me bërtit në studio, me usha në studio televizive, mundësisht me ftun do njerën që gabimisht të zbulon në që cicen për jashta, ose byth, kjo është gazetaria. Une për vetën time e shof shoqërinë tonë as të degradume, so që ja kena vra fëmive tonë, rinis tonë, gjdo ndër për të ardhmen, dhe këta njerëz vetëm po ikin, gjdo ditë po zbrazet Shqipëria dhe Kosova. Ku ke pati gazetarë në botë, që pysin Abramovicin, ka i ke morë të lek që ke ardhë me investu në Londër. Vetëm gazetarët shqiptarë shkojnë i pysin biznesmenat e Shqipërisë, ka i ke marrë të këto lek me bo këte kull 24 ose 4 resort. O zotni, detyra jo nashtë me kontrolu vetëm paron publike. Kush e keq përdor paron publike? Në qoftë se një njeri ka marrë lek nga droga, nga prostitucioni, ajo është pun e prokuroris, ajo është pun e drejtësisë shqiptare. Që se një njeri jeton në vendet perëndimore dhe i sjell lek të zeza prej atje me investu në Shqipëri, po që na hyn neve në pun ka i ka morraj, është detyrë e shtetit ku ai ka jetu me verifiku paron e zezës së të bardhë. Po pse ndodh një gjë e tillë nga ana e një pjesës të madhe të gazetarëve? Me shantazhu bre njerëzit, me thonë, apo mi qetë ti mu do lek këtu, apo në të shkruja 2 artikuj atje që ti ke fitu paret me droge, me prostitucion, edhe tash hajde ti merru me gjykata 10 vjet, 15 vjet zgjat që e procedurë gjyqësore, edhe mas mrami e petë që ndodhi edhe vrasja gjyqtarit. Hajde ti, a ka njeri në këtë botë që arsyeton vrasjen? Jo, por në anën tjetër, çka e din çka ky i shkreti Qanburg, çka ka përjetuar, çfarë llahtarie e çfarë përsekutimi ka përjetuar nga drejtësia, qysh për ditë përsekutohen njerëzit nga drejtësia si në Tiranë, si në Prishtinë. E po vjen një moment, çmendesh e nxerr revolën nga brezi dhe vret njerin. Asnjë njeri pa u çmend se vret, njeriu po e vret fëmijën e vet, po e vret gruën e vet, po e vret burrin e vet. Pse? Se çmendet, vjen sekundi çmendjes, dhe në vend që ne të merremi me këtë fenomen, për shembull, bëjmë debate, çka e ka shty këtë njeri deri te vrasja? Çdo vrasje kur të ndodh, duhet më morr me këtë. Cilët kanë qenë faktorë që të kanë shty ty me bo vrasje, ose vetë vrasje. Edhe me, ke po, njerëzit bojnë vetë vrasje në Shqipëri, në Kosovë smerret askush me këtë punë. Ka vro vetën ai, punë e madhe që ka vro. Po pse mëre ka vro vetën? Një zor të madhe ka pas, edhe Bekim Fehmive ka vro vetën. Edhe plot aktorë në botë kanë vro vetën. Personalitetet, politikës, të artit, kulturës, po bota civilizume merret me shkaqet që e kanë sill këtë person deri te akti i vetvrasjes. Zoti Zeka, të falenderoj shumë për bisedën, edhe për minutat që më kushtuat mua edhe publikut që na dëgjojt. Jam mirënjohës shumë për kohën dhe për mendimet që ndat me publikun tonë. Faleminderit ty, edhe ditë mbarë.